Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka përshëndetur qëndrimin e kryetarit të LDK-s Lumir Abdigjiku që të ketë marrëveshje për president konsensual. Ai ka thënë se mbi këtë ide u ka shkruar letër për takim sa më të shpejt Hamzës Abdigjikut e Gjinit. E përshëndes thirrjen e kryetarit Abdigjiku që dhe partitë e tjera gjithëpërfshirëse të jenë pjesë e procesit për zgjedhjen e presidentit, pra të mos jenë vetëm dy subjekte VV-ja dhe LDK-ja, por të përfshihen edhe subjektet e tjera. Me këtë ide unë kam shkruar edhe subjekteve të tjera. I kam shkruar kryetarit të PDK-s Bedri Hamzës, kryetarit të AK-s Ardian Gjinit si dhe kryetarit të LDK-s Lumir Abdigjikut, që sa më parë të takohemi dhe të merremi vesh për presidentin, tha Kurti. Tutje i tha se tashmë duhet të fillojnë të flasin për emra konkret. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Bedri Hamza ka kritikuar kryeministrin në detyrë Albin Kurti, duke thënë se vetëvendosi ka kaluar një kufi kushtetues, duke mos e konstituar kuvendin brenda afatit të përcaktuar me kushtetut. Ai ka thënë se pa kthyer procesin e binar të kushtetues, Kurti s'ka kredibilitet të hap temat e tjera madhore shtetërore. VV-ja Kurti, Haxhiu e Dehari e kanë kaluar një kufi që nuk është dashur ta kalojnë kurrë. Ata qëllimisht e kanë shkelur afatin kushtetues për konstituimin e kuvendit, jo një afat të vendosur nga opozita por nga kushtetuta, ka thënë Hamza. Para këtij fjalimi, grupi parlamentar i PDK-s edhe të premten në orën 7:30 të mëngjesit doli para hyrjes së objektit të qeverisë, duke i kërkuar kryeministrit në detyrë ta lirojë zyren. Prokurori i rastit Bekim Kodraliu ka deklaruar se provat e siguruara në bashkëpunim me policinë e Kosovës dhe AKI-n kanë krijuar dyshim të bazuar se Fehmi Sali ishte rekrut nga BIA përmes zyrtarit Zhlejko Matović. Sipas Kodraliut, Sali vetëm ka pranuar se ishte rekrutuar dhe kishte pasur kontakte të vazhdueshme me zyrtarët e BIA-s. Provat e siguruara në bashkëpunim mes policisë së Kosovës dhe Agjencisë Kosovare për Inteligjencë kanë krijuar dyshimin e bazuar se Fehmi Sali ishte rekrut nga Shërbimi i Inteligjencës Serbe përmes zyrtarit të këtij shërbimi Zheljko Matović. Sali, mesimdhënës nga Dragashi, është arrestuar me 13 gush në pikën kufitare në Mërdare në ndyshimin për kryerjen e veprës penale të spionazhit. Pas 23 javësh trajnime, sot kanë diplomuar 100 kadet të rinj të shërbimit korrektues të Kosovës. E gjithë ceremonia u zhvillua në Akademinë e Kosovës për Siguri Publike në Vushtre. Në këtë ceremoni mori pjesë edhe kryeministri në detyrë Albin Kurti, i shoqëruar nga ministra në detyrë e drejtësisë Donika Gërvalla. Kurti në fjalën e tij u tha 100 kadetëve të rinj se të erë zyrtar korrektues është përgjegjësi e madhe, e cila kërkon disiplinë, integritet dhe përkushtim për sigurinë, rendin dhe dinjitetin e personave të privuar nga liria. Ndërsa Gërvalla shtoi se zyrtarët pas trajnimeve të marra janë mëse të përgatitur për të shërbyer në një fushë ku përgjegjësia e shtetit është e madhe. Këta të fundit sipas drejtorit të përgjithshëm të shërbimit korrektues Ismail Dibrani, nga sot janë ata që do të garantojnë sigurinë, rendin dhe disiplinën e institucionet korrektuese. Të paktën 36 persona kanë pësuar lëndime si pasojë një zjarri të madh që përfshiu qytetin e Omishit në Kroaci të enjtë mbrëma. Nga të lënduarit, 14 janë shtruar në spital, ndërsa pjesa tjetër është liruar pas marrjes së trajtimit mjekësor. 7 pacientë ndodhen në kujdesin intensiv dhe janë në gjendje kritike. Sipas medias kroate Index, ata kanë pësuar djegje të rëndë.